Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për me. Prej 1 qershorit, disa nga bizneset në Kosovë, ato më të mëdhat, kanë me dalë në tregun e lirë të energjisë, edhe komo ushtritu rryma për ta. Në nismën për shtritimin e rrymës për bizneset e mëdha në Kosovë, tregu komo kontrollu prej disa kompanive, përfshi edhe kompaninë turke Kesko dhe kompani të afërta me njerëz në qeverinë Kurti. Përmes qaru komplet rrjedhën edhe detajet e kësaj nisme, e kemi të ftuar në intervistë zotrin Ymer Fejzullahu, i cili është kryetar i bordit të zyrës rregullatorit për energjinë. Zoti Fejzullahu, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Fillimisht po du me ditë kur e keni marrë vendimin për me i vendos bizneset e mëdha në tregun e lirë të energjisë, a keni pas përkrahje nga kryeministri Kurti? Në radhë parë, ju e dini që ky proces ka filluar në vitin 2017. Siç e dini në vitin 2017, ZRE i ka detyruar me dalë në treg disa prej konsumatorëve të mëdhenj në Kosovë, siç është Trepça, Feronikli dhe Sharcemi. Mirë po, në atë kohë është parapaqe të vazhdohet edhe me konsumator të kyçur në nivelin 35 kV, 10 kV dhe 0.4, mirë po për shkaqe të ndryshme ky proces është ndërprer. Dhe nga viti 2019 edhe për shkak të pandemisë dhe për shkak të krizës energjetike, ne kemi pas shtyrie edhe në 3-4 vitet e fundit të këtij procesi. Mirë po, ne vitin e kaluar kemi pa që çmimet e energjisë nuk do të kthehen aty ku kanë qenë siç ka qenë para krizës energjetike para vitit 2021, që kanë qenë afërsisht rreth 60 euro. Mirë po, tani kjo është viti ku çmimet mbesin, si me thonë, rreth 100 euro dhe pritjet janë të vogla që të kthehet në aty ku kanë qenë dhe kemi konsideruar që tash është koha të vazhdojmë me procesin e liberalizimit të tregut. Vitin e kaluar kemi thonë edhe kemi procesin kur kemi vendosur për tarifa, data e fundit që këta konsumatorë do të furnizohen me tarifa të rregulluara ka qenë 31 marsi. Me qëllim të, si me thonë, përkrajës e bizneseve, ne kemi shtyr këtë afat deri me 1 qershor, në mënyrë që bizneset të përgatiten për këtë proces. E përmendet që disa herë është ndërprer ky proces, po çka ka ndodhur që keni filluar tash procesin, ju ka dhënë sinjale qeveria që me fillu tash zbatimin e ligjit? Ky proces, me thonë drejtën, është kërkesë ligjore. Ju e dini që këtë detyrim e kemi edhe në raport me institucionet ndërkombëtare. Shteti i Kosovës ka marrë zotime, është një prej reformave në ka qenë kërkesë ligjore që disa vite. Mirë po, thash ka qenë kërkesë ligjore, mirë po për shkaqe të jashtëzakonshme, siç ka qenë faktor kryesor ose në shtyrjen e tazam në 2019 ka qenë pandemia. Në 2021, 2020 deri në 2024 ne si ZRE kemi konsideru për shkak të çmimeve shumë të larta në tregjet e hapura, kemi konsideruar se nuk është arsyeshme që ne t'i detyrojmë bizneset me dalë kur çmimet në atë kohë janë sill nga 500 deri në 1000. Tash çmimet janë shumë më stabile, sillen edhe vitin e kaluar, sillen rreth 100 euro dhe pritjet janë në këtë vit që çmimet në tregjet regionale janë afërsisht rreth 100 euro për megavatorë. Po sinjal për qeverisë të Kosovës, cilat janë ato që i keni marrë që me vendos tash me fillu tregu i lirë, për shkak se ka pasur edhe kritika në publik që ky vendim ka mas një fushate zgjedhore ku qeveria aktuale i ka sulmuar edhe bizneset dhe i ka pa ata si kundërshtar. Ne dim që edhe 2023 dhe 2024 kanë qenë çmimet më të larta në histori në sektorin e energjisë. Qeveria vitin e kaluar ka pasur edhe një kampanjë së bashku me institucionet e Bashkimit Evropian që mi përkrah bizneset me vendosjen e panele solare në mënyrë që ta ulin konsumin e energjisë elektrike dhe në këtë skemë të cila është përkrahur edhe nga qeveria e Kosovës edhe nga Bashkimi Evropian, aplikues nga bizneset ka qenë më pak se 200 biznese që kanë aplikuar. Në njëjtën kohë edhe IBRD-ja një numër të madh të këtyre konsumatorëve e ka përkrahur me vendosjen e paneleve solare në kulmet e këtyre bizneseve në mënyrë që ta ulin faturën e energjisë elektrike. Me këtë qëllim, gjithashtu ZRE-ja në përkrahje të këtij procesi e ka ndryshuar edhe një rregullore me qëllimin e vetëm që të përkrahë këto biznese dhe ka rrit pragun nga 200 kW nga 100 në 200, pothuajse 100% është rrit mundësia konsumatorëve që mund me instalu panele solare në kulmet e tyre, sidomos për bizneset me qenë se Po edhe bizneset po ankohen që nuk kanë qenë të informuar, pse nuk keni filluar për 2024-s me informu ata edhe me përgatit për tregun e lirë të energjisë. Ata po thonë kemi pas një periudhë shumë të shkurtër me u përgatitur dhe nuk kemi qenë mjaftueshëm të informuar. Janë diku 1300 biznese që po dalin në tregun e lirë të energjisë. Unë personalisht vetëm edhe në gjitha këto odat kam qenë vitin e kaluar, për çdo vit ky proces është shty, edhe është marrë, si më thonë, është shty për një vit.
nuk kemi thënë që do të shtyhet pafundësisht. Vendimi i fundit kur është marrë, për e ritheksoj edhe një herë, shtyrja në vitin e kaluar ka qenë ose çmimi i rregulluar është thënë edhe është diskutuar në gjitha këto oda unë në disa prej tyre kam qenë vetë personalisht edhe në vitin e kaluar. Ta zonë në odën amerikane 2 herë ose 3 kam qenë vetë si kryesuesi i bordit zyrtares edhe kemi bashkëbiseduar. Në odën ekonomike gjithashtu kanë qenë edhe kolegët tonë, mirë po vendimi i zyrtares ka qenë i qartë, ka qenë në konsultim publik se tarifat e rregulluara për këtë kategori konsumatorëve do të jenë deri me 31 mars të këtij viti. Ne, thash edhe një herë, e kemi shtyr edhe për 2 muaj me qëllimin e vetëm që të jepet mundësi bizneset të përgatiten, po të njëjtën kohë edhe në muajin qershor ka ofertë më të madhe dhe çmimet e tregut janë çmimet më të ulta në tërë periudhën e vitit për cilën ne po diskutojmë. Nëse kthehemi të kaluarën, ka qenë logjika që ata që bojnë luks me harxhu më shumë. Do me thonë njerëz që kanë shtëpia të shtrenjta me pagu më shtrejt rrymën. Pse tash me undru kjo politikë edhe prodhuesit të na me pagu energjinë elektrike më shtrejt? Kjo është kërkesë ligjore, këtë kriter është i vendosur prej direktiva e Bashkimit Evropian. As më tepër nëse shikoni në direktivat e Bashkimit Evropian është kriteri edhe më i sforcuar, se gjitha bizneset që kanë qarkullim më shumë se 50 milion dhe më shumë se 50 punëtor duhet dolin treg. Gjithashtu në kuadër të këtij më shumë se 10 milion që kanë me dalë në treg, i bën që edhe shkruan atë ose bilanc. Ne gjithë e dim ata që janë ekonomist që jo vetëm qarkullimi, po thot ose bilanci prej 10 milion euro ose mbi 10 milion euro duhet dalin në treg. Ne i kemi informuar gjitha këto bizneset, pothuajse që nga viti 2017 ligjërisht këto biznese do duhet të dalin në treg. Po pse mos me pagu më shtrejt energjinë elektrike edhe çto shtëpiat e mëdha kanë sauna, kanë pishina, harxojnë energji elektrike. Pse edhe këtu mos me pagu më shtrejt energjinë elektrike? Sa i përket kësaj kategorisë që përmendte, ne edhe në vitin 2021 në kohë krize kemi vendosur blok tarife në mënyrë që me ja reflektuar se cilës kategori konsum ose koston e furnizimit me energji elektrike dhe ju e dini që ne kemi pa thirrje në vitin 2021 kemi kursim të energjisë elektrike, po kursimi ka qenë edhe pse kemi bërë thirrje edhe nga ambasadori e EU-s, edhe ambasadorët në Kosovë që të ketë kursim të energjisë elektrike, kursimi ka qenë 0. Në momentin që është vendosur blok tarifa, në muajin shkurt kemi pas automatikisht 10% rënje të kërkesës. Në vendimin për me dalë në treg të lirë, po dëmton edhe prodhuesit, sepse po duhet me pagu më shtrejt. Pse nuk është marrë një vendim që me mbrojt prodhuesi, ai që prodhon? Thash është kriter ligjor që i cili është vendosur nga Parlamenti i Kosovës. Në vitin 2017 kriteret janë të përcaktuara në legjislacionin primar. Aty shkruan qartë se të drejtën e shërbimit universal e gëzojnë 2 kategori: konsumatorët shtëpiak dhe bizneset e vogla me qarkullim më pak se 10 milion ose më pak se 50 punëtor. A janë këtu kriteret tonat apo janë imponuar prej Bashkimit Evropian? Mund të më thonë që me i përjashtu prodhuesit prej këtyre kritereve. Ju e dini që këto kritere janë në kuadër të direktivës edhe me qenë se jemi pa nënshkruese Traktatit të Athinës e jemi të obliguar si shtet me i transpozu direktivat e Bashkimit Evropian, me qenë se kemi marrë obligim për përmbushjen e disa detyrave në procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. A kemi ndaluar përmes kësaj direktive që me i mbrojt prodhuesit tonë? Këtë rast? Kriteret e përcaktuara nuk i kemi ndaluar dhe institucionet tjera mund të gjejnë mekanizma tjerë në përkraje të bizneseve. Mirë, po këto kritere janë të përcaktuar në legjislacion primar. Nuk është, si me thonë, kompetence zërëes legjislacioni primar. Ne kemi mundësi me implementu përmes legjislacionit sekondar legjislacionin primar, po asnjëherë nuk kemi kompetencë në, si me thonë, të kalimin e kritereve që janë të vendosur në legjislacionin primar. A keni mujt ju me bë kërkesë në parlament ose Kuvendi i Kosovës, a ka mujt me i bë ndryshimet në këto kritere edhe me largu prodhuesit? E kuptueshme që ju zbatoni ligjin që e vendos Kuvendi i Kosovës. Besoj që ju e dini se Kuvendi mund të bëjë këto ndryshime, mirë po nuk i ka bërë që nga viti 2017. Dhe zyrtaria ka qenë detyruar që në vazhdimsi, siç e përmenda, me qenë se mi jep shans edhe bizneseve, po të njëjtën kohë edhe institucione tjera të përgatiten për këtë proces. Ne e përmendëm që në 3 vitet e fundit, me qenë se i përmenda kanë qenë edhe faktor madhor, që kanë qenë kriza energjetike ose lufta në Ukrainë, pandemia, ne edhe kemi jep edhe një shans të fundit edhe një vit pas
krizës që ka qenë në viti 2024 dhe ky proces nuk mund të vazhdojë në pafundësi me shtyrje, me qenë se për 7 vite nuk kemi pas asnjë lëvizje as nga ana e bizneseve, po të njëjtën kohë nuk kemi pas as lëvizje në rast se dëshirojmë që këtë proces ta stopojmë të kemi ndryshime në legislacionin primar. Zërëja ka të pamundur me ndryshu legislacionin primar. Por çka nëse për momentin nuk është i konstituuar kuvendi i Kosovës, po mundet me konstituuar legjislatura 9 edhe vendos kuvendi që me ndryshu. Edhe me ndryshu rregullat, me ndryshu ligjin dhe me i largu prodhuesit nga këto kritere. Atëherë ako me qenë detyrune e zyra rregullatorit që bizneset të cilat janë prodhuese me i kthy në furnizimin ashtu siç ka qenë para vendimit që më dalë në tregun e. ZRE ka për obligim me implementu legislacionin primar, po në rast se ndrohet legislacioni primar, ne në të kaluarën ne kemi pas si detyrë, afërsisht jo është dhënë mundësi ZRE-s që brenda periudhës nënmujore të përgatit legislacionin sekundar të nevojshëm për implementimin e legislacionit primar. Besojmë se ju e dini edhe në këtë vit draft ligjet vetëm se kanë qenë në konsultim publik, mirë po ky trend do të jetë edhe me tutje. Unë i los gjitha bizneset që të përgatiten sepse sipas direktives edhe sipas obligimeve që kemi në raport me institucionet e BE-s, gjitha vendet e regionit i kanë të kalu këto kritere. Si me thonë, Maqedonia ka kriterin shumë të ullë se ne që kemi prej 10 milion euro. Prandaj edhe bizneset e Mali Zi, po thuj se gjitha bizneset janë në treg. Edhe Maqedonia është ky numër shumë më i madh i bizneset që dalin treg, prandaj edhe Kosova është e detyruar që të vazhdojë të njëjtën rrugë me qenë se gjithë synojmë integrimin e Bashkimit Evropian. Në shtetet të cilat ju përmendët, shtetet e rajonit, a është prodhuesi, siç është na Keku, i detyruar që komplet prodhimin me jallon Keskos? A është edhe atje prodhuesi i detyruar që me jallon një furnizuesi të caktuar komplet energjinë elektrike të cilën e prodhon? Ta zonë në Shqipëri, po thuj se edhe me çmim më të ulë se që kemi ne, ta zonë është më ulë se 20 euro që jep për konsumator shtëpiak dhe bizneset e vogla. Ne nëse krahasojmë ta zonë me Shqipërinë, Shqipëria ka në 20 euro gjeneratore se këtë rast keshi i jep furnizuesit me shërbime universal, çmimin më të ulët dhe komplet kapaciteti i keshit është i dedikuar për konsumator shtëpiak dhe bizneset e vogla. E njëjta ndodh në shumicën e shteteve të regionit, mirë po kjo fazë është një fazë tranzitore dhe domosdoshmërisht është obligim ligjor që gjitha kapacitetet, si në tregun me shumicë edhe në tregun me kapakis, të kalojnë përmes të tregut. Ky është obligim që gjitha shtetet e Ballkanit e kanë raport me institucionet e Bashkimit Evropian. Unë kisha dashur me ritheksu gjithashtu se bizneset duhet përgatiten se gjithashtu shumë shpejt do të fillojë implementimi edhe i taksës së CO2-shit. Sa më herët që ne fillojmë në mënyrë vullnetare që fillojmë të implementojmë disa detyrime që i kemi në raport me institucionet e BE-s, aq më mirë. Mirë po mos vim si të çështja e sektorit e liberalizimit tregut, kur në një mas të madhe jemi të detyruar me forcë me dalë në tregun e hapur. CO2 a shtriton edhe energjinë që prodhon Keku? Gjithsesi. Meqense sa mundet me shtritu? Po ato çmimet janë të publikuara, mirë po varet ka pas diskutime mes shtetet BE-s dhe shteteve që synojnë antarësimin. Ato janë të publikuara në kuadër të sekretariatit, po fillon implementimi me sa diun e pas 2 viteve. E sa është minimumi i çmimit të taksës që ne duhet me vendosur? Nuk e di saktësisht me numra, po besoj se gjithsesi ajo do të jetë, si më thonë, do e shtrajtoj çmimin e energjisë elektrike, po të njëjtën kohë edhe produkteve që do të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian, do të ketë një taksë në rast se nuk kemi, si më thonë, implementimin e taksës së CO2-shit në vendin. Nëse më nëse jam të kuptu qartë, apo thoni që ka më ushtrintu përsëri energjia elektrike edhe për konsumatorët, për shtëpitë edhe për bizneset? Në momentin që fillon me implementu taksa CO2-shit, do të shtrajtohet për gjitha kategoritë e konsumatorëve shtëpiak. Kur e kemi momentin e fundit, vitin e fundit që do të me fillu me implementu? Saktësisht se di datën, po kemi pas shtyrje, ka qenë 2026, kemi pas shtyrje, një prej arsyeve pse është shtyje dhe implementimi i kësaj takse, na kanë detyruar që me i kriju këto bursat e energjisë dhe në rast se janë kriju këto bursa kemi pas shtyrje dhe ne prej arsyeve pse si më thonë, një lehtësi që ka qenë raport me shtetet e Ballkanit, gjitha shtetet që kanë kriju bursat në vendet e tyre kanë pas një farë lehtësimi nga Bashkimi Evropian që nuk do të fillojë implementimi i taksës së CO2-shit. Po du më kthy pak të tregu i lirë. E dim që në aspektin ekonomik më herët kanë qenë ferronikeli edhe trepçat të cilat vetë se kanë qenë në tregun e lirë të energjisë, po e kemi pa dhe rezultatet.
Herën Keli o mbyll, Trepça ka qenë në treg të hapun, po disa herë s'ka pas mundësi edhe me pagu rrymën. A pe bjen kjo që me ndjek modeli i njëjtë prej asaj çka kemi po deri tash, që me ushtrejtu energjia elektrike për bizneset, edhe këta oligarkët cilët i ka identifiku kryeministri Kurti. Ne kemi një provoj që një se përmendet që është edhe Sharcemi, ku të njëjtin kohë edhe Sharcemi ka qenë në tregun e hapur, as është mbyll edhe ai operon. Dhe ne konsiderojmë që nuk është arsye kryesore çmimi i energjisë elektrike pse këto biznese nuk performojnë si duhet. Ne vlerësojmë që edhe jemi të vetëdijshëm që çmimet e tregut janë më të larta se çmimet e rregulluara, mirë po ato janë çmimet ky produkt e ka këtë çmim në regjon. Prandaj ne vlerësojmë se çmimi i energjisë elektrike do të vazhdoj të rritet, jo vetëm për shkaqet që ne i përmendëm për shkak që kemi me dalë në treg, po është e domosdoshme edhe investimet që do të bëhen në Kosovën A dhe në Kosovën B do të reflektojnë në rritjen edhe të konsumatorët shtëpiak, edhe të bizneset e vogla në të ardhmen. Nëse realizojnë këto investime që janë paraparë si në Kosovën A, si në Kosovën B. Rritje për CO2, rritje për Kosovën A, për Kosovën B, sa kanë ushtrejtu neve energjia elektrike? Ata nuk e dim, mirë po them që në rast se ka investime, ligjërisht ZRE-ja është e obliguar ato investime që bëhen në Kosovën A, në Kosovën B, edhe në me qenë se do të ketë investime edhe nga sektori burimeve të ripërtërishme, ato duhet të reflektohen në tarifat e konsumatorëve fundor. Në këtë rast, ne shpresojmë që do të kemi kapacitete të reja nga gjenerimi vendor, në mënyrë që mos të varim shumë nga importi dhe në një farë forme të kemë mundësi të mbajmë çmimin parafërsisht njëjtë siç është aktualisht. Po veç qeveria po vendos çmime tavan për barna, ka vendos për çmimin e naftës, ndërsa në anën tjetër për energjinë elektrike prej rregullimit po vendosim në një sistem ku mundet me bë çka do dojnë furnizuesit apo? Furnizuesit nuk kanë mundësi me bë çka do dojnë. Ju e dini që edhe në të kaluarën ZRE-ja është në monitorim të përhershëm të këtyre furnizuesve. Kushdo që përdor pozitën dominuese është vepër penale dhe ZRE-ja konform legislacionit fuqi do t'i marrë masat e nevojshme. Ne kemi dëshmuar dhe në të kaluarën, kemi pas raste kur këta furnizues nuk kanë apëruar sipas licencës dhe kanë marrë dënimet sipas si më thonë shkeljeve që kanë bërë në raport me tregun e energjisë. Ju e dini që para 2 viteve ne kemi dënu Keskon dhe Kecin rreth 11 milion euro, Kekun 3.2 milion euro dhe Kostin rreth 500.000 euro. Për shkak të shkeljeve që kanë bërë në tregun, si më thonë, në sektorin e energjisë, ose për shkak të shkeljeve që kanë bërë në raport me thimjen e mosoperimit sipas kushteve të licencës. Ne përmendet sa vite më herë, po për vitin 2024 ai ne duke bënë hetim, a ka pas shkelje apo s'ka pas? Ne kemi filluar, sa i përket edhe vitit 2024, unë përmenda që gjithmonë jemi në monitorim të licencuarëve tonë. Ne kemi filluar në vitin 2024 edhe një hetim sa i përket çmimeve të kapaciteteve interkonektive. Mirë po, si që dini ju, zakonisht ZRE-ja nuk bën publike me qenë se nuk dëshirojmë të dëmtojmë hetimet. Mirë po, ne kemi fillu hetimet edhe sa i përket çmimeve të energjisë elektrike në vitin 2024, raport me çmimet e kapitale. Për hetim? Në dhjetor të vitit 2024. Ky proces ka filluar në dhjetor të 2024. Ne jemi duke mbledhur dhëna, mirë po jemi të prit dhënat edhe nga vendet e regionit, me qenë se ky aspekt ndërlidhet edhe me shtetet e regionit. Mirë po ju e dini, thash edhe më herët, ZRE-ja edhe në hetimet e vitit kaluar kur kemi thonë para 2 viteve, ky proces gjatë, minimalisht 2 deri në 3 vite, me qenë se në këtë fazë ne nuk kemi çka të ndajmë me publikun, edhe shumica për këtyre dhënave që dalin nëpër media të ndryshme janë të marrën nga ana e ZRE-s, edhe aty ku kemi pas mundësi me i ndaj, kemi ndaj mirë, po në rast se kemi konsideruar që nuk e dëmtojnë hetimet që janë të filluara nga ana e ZRE-s. Tash po du me dalë një aspekt tjetër. Veç po du me ritheksu që edhe këtë çështje kemi përmend edhe në raport konsultativ, edhe gjithashtu ne jemi si ZRE kemi për obligim që gjatë gjithë kohës me monitoru. Cilën çështje më fal? Sa për këtë çmimeve të larta të kapacitetit interkonektive, po interkonektive, po edhe çmimeve të importit. Nëse tregtarët e lirë bojnë përsëri manipulim, sa do të më prit na që me intervenu
Varet prej hetimeve. Zëreja, ta zamë kemi përvoja në Bashkimin Evropian që hetimet zgjasin deri 5 deri 10 vite. Ta zamë rasti i Bullgarisë, rasti i Francës, varet prej masisë e hetimit, me qenë se kjo manipulimi i tregut është i ndërlidhur edhe me tregjet regionale. Në momentin që ka të përfshin edhe në tregjet regionale, këto manipulime janë të koordinuara edhe me shtete tjera, ne duhet të koordinojmë hetimet edhe me regulatorët e regionit, po në njëjtën kohë edhe me regulatorin evropian, me qenë se një manipulimi, një treg në shtetin e A ka dyshime për koordinim rajonal? Ka dyshime që këtë do të ketë ndikim. Në rast se një prej tregjeve ka tendencë për manipulimin e një tregu, domosdoshmërisht ai manipulim do të ketë ndikim edhe në tregun tjetër. Për këtë arsye, me çujt mafi rajonale apo s'kemi fakte hala për këtë? Po ne nuk kemi fakte, ende ne jemi të mbledh dhëna dhe në momentin që do të kemi fakte, ne do të publikojmë edhe raportet. Ju e dini se kemi edhe një rregull për masa dhe gjobat. Konform asaj rregulle dhe zëreja do të merr masa dhe gjoba për të licencuar që kanë shkel kushtet e licencës. Po mendoj me një aspekt tjetër. Veç që kisha deshte edhe me i siguru edhe një herë qytetarit tonë, me qenë se ka shumë informata, zëreja ka të pamundë në këtë fazë me qenë gjithmonë për shkak të dëmtimit të hetimeve, e kemi të pamundë me dalë në secilin prej çështjeve që diskutohet nëpër media tona. Mirë po, edhe ato dhëna që po qarkullojnë, shumica prej tyre janë ngdalë edhe nga ana zërejes me qëllimin e vetëm që në rast se kemi vlerësuar që s'ka dëmtim të hetimeve, i kemi shpërndar me media tona aty ku ka pas mundësi mi shpërndar. Një çështje që ka dalë sot për shembull në publik, është që në zërej ka apliku për me marrë licencën e furnizuesit vllau i shefit të stafit të kryeministit Albin Kurti. A kanë filluar njerëz të kryeministit Kurti me hyrje në treg të energjisë? Ne çdo proces, siç e dini, i bëjmë në mënyrë transparente. Edhe këto kemi kushdo që aplikon zërej, ne i bëjmë publike dhe kërkesa. Po flasim për kompaninë MDA. Po thash edhe një herë, secili prej që i plotson kriteret ligjore, zëreja i shikon deri me tani kjo çështje është në kuadër të stafit profesional të zërejës, ajo kërkesë ende s'ka ardhur. Kur ka apliku kjo kompani për me u licencu? Për besën e sot e pash në lajme, mirë, po thash edhe një herë, secili prej këtyre që aplikuesve që i plotsojnë kërkesat, ne publikojmë edhe listën e aplikantëve, po të njëjtën kohë edhe listën e të licencuarve. Kushdo që i plotson kriteret ligjore, zëreja është obliguar konformisht. Cilat janë kriteret ligjore që duhet mi plotësuar? Kemi një rregull të veçantë, ndoshta s'mund t'i listojmë, por rregulla është publike dhe janë të publikuar kriteret për çështjen e licencimit. Rregulla është e publike dhe secili prej juve mundet me i pa. Në njëjtën kohë edhe regjistri i furnizuesve të licencuar, por edhe ata që janë në proces janë të publikuar. Qysh e shpjegon ju faktin që kompania në fjalë ka aplikuar për me marrë licencën për me u bë furnizues tek pasi që është publikuar vendimi për me i vendosur në treg të lirë kompanitë, bizneset e mëdha të Kosovës? S'kam asnjë shpjegim për këtë çështje, mendoj që unë ka drejtë secili që i plotson kriteret ligjore me aplikuar në zëreje dhe me u licencu. Edhe për zërejen besoj që ai ende s'ka ardhur në bord, është në kuadër të stafit profesional, vlerësimit stafit profesional të zërejës. Por me mund me u licencu, a ka nevojë që kompania në fjalë me pas përvojë në fushën e energjisë apo vetëm me pas punëtorët dhe kapacitetet? Janë kërkesa ligjore, afërsisht nuk ka kërkesa shumë të vështira, po janë kriteret profesionale, janë CV-ja e stafit, edhe stafit do të keni si më thonë, secilin janë kriteret e përcaktuara në kuadër të rregullës për licencim. Edhe duhet të çojnë një business plan, tregun që synojnë e janë disa kritere tjera që janë përcaktuara me rregull. Ju keni qenë disa herë në kryeministri, po të më ditë, a jeni takuar herë me Luan Dalipin? Ndoshta ne ishim edhe tani në diskutim me bizneset dhe jemi taku, po jo kështu ndonjëherë s'kemi pas asnjëherë s'kemi pas kontakt direkt me ose takim direkt as për çështjet e energjisë asnjëherë. A është konflikt interesi që një njeri ka qafërt me kryeministin vllajt tina me hyrje në tregun e energjisë të lirë? Pikërisht në këtë kohë. Institucionet tjera nuk është kompetencë e zërejës, për çështjet e konfliktit të interesit mendoj që institucionet tjera duhet ta vlerësojnë. A ka qenë Luan Dalipi pjesë e diskutimeve, a ka qenë sisi të emailave kur është folur për këtë çështje? Ne si zëreja asnjëherë se kemi diskutuar këtë çështje me Luan Dalipin. Ky proces ka qenë në proces që është filluar në vitin 2017, është bërë në mënyrë diskutim publik, besoj se keni pa krejt raportet e zërejës, kushdo që ka pas komente ose çështje që kanë ngritur rreth procesit të përcaktimit tarifave kanë qenë në diskutim publik, ka mujt me dërgu komente, po tash e kemi edhe një situatë
qeveria ju ka shpoll luftë devalve. Po, apo fillon me u relaksu tash marrëdhëniet kur vllau i Luanit nis me tregtu rrymë edhe me ju shit rrymë devalve. Se dia ka të bëjë kemi zërejnë, ndërsa ke pyetje është më tepër për qeverinë. Zëreja ka filluar një proces në mënyrë transparente, besoj se ju keni pa diskutimi, raporti konsultativ, kemi marrë komente, kemi jap përgjigje ndaj komenteve, secilin proces që zëreja ka filluar ka për obligim përmes konsultimeve publike. Këtë proces e kemi përfunduar na, siç e dini, muajin e kaluar. Secila palë që ka dërguar komente, ne kemi kthy përgjigje në komente. Çish ka me u siguru zyra rregullatorit të energjisë që vllau i njëri të Albin Kurtit, kryeministër të Kosovës, mos më bëj shitsi kryesor i energjisë elektrike? Zëreja thash edhe një herë, ka për obligim me i licencu secila palë që i plotson kriteret ligjore që janë përcaktuar me legjislacionin primar dhe sekondar. Po flasim për mbikëqyrjen, ju që keni më siguru mbikëqyrjen. Ne kemi, siç thash edhe më herët, i sigurojmë qytetarët, qysh që kemi mbikëqyrjen edhe të kaluarën, kur edhe kemi ndëshku, jo qëllimi jo nuk është ndëshkimi, po cili do prej licencionit tonë që nuk i përmbahet të kritereve ose kushteve të licencave, në konform legislacionit fuqi do t'i marrim masat. Kemi edhe një rregull të veçantë, në rast se jeni të interesuar edhe me i përshkruar edhe hapat, ato janë përshkruar edhe hapat. Edhe gjetjet në raport me shkelje që do t'i bëjnë këta licencum tonë, e kemi për obligim me i publiku, mund t'i shikoni edhe kemi për obligim ja u dërgu palës, me mundësinë e përgjigjes në gjetjet tona, pastaj stafi zërejës, me qenë se i shërton përgjigjet edhe gjetjet cilat i kanë bërë në raport me këta licencun, i propozon bordit për masat konform shkeljeve në rast se kemi shkelje në këtë proces. Sa për informatën e juj, shkeljet mund të jenë deri në 10% të tregut që ata kanë, që në rastin konkret është një vlerë milionshë, nëse ata bëjnë shkelje të tilla. E përmenda edhe një herë, po duhet me ritheksu se zëreja ligji e thot maksimumi 10% e të hyrave ose tregut që kanë këta të licencuar, po në rast se përsëritet shkelja, ajo gjob ose mas mund të jetë edhe më e madhe. Herën e kaluar thashë kemi dënu afërsisht dikon mbi 15 milion euro të licencuar tonë për shkeljet që kanë bërë ato në sektorin. Janë edhe disa fakte. Nipi pesë investimit në kost, gruaja e Liborna Aliut në kost, tash vllau i Luan Talipit në shitje. Këta po duket që i kanë hyrë këto seriozë këto industrie. Apo nini ju në presion që keni me pas punë me këta njerëz kaq të fuqishëm edhe të lidhur me qeverinë e Kosovës? Zëreja mendon, ju e dini që është institucion i pavarur dhe unë mendoj që kjo pyetje nuk janë për zërejen. Ne thash edhe një herë, konform legjislacionit fuqi, do të sigurohemi edhe i sigurojmë gjithë qytetarët tonë se do të veprojmë dhe do të jenë të monitoruar secili prej të licencuarve tonë që bën shkelje. Po sa jeni sigurt që mundi me qenë pavarur kur ka asnjëherë të fuqishëm në tregun e energjisë? Përbes asnjë prej tyre as si kom taku, as s'kam dëshirë me i taku në kuptimin që me qenë se ata nuk janë, se me thonë, person direkt që ndërlidhet me punën tonë. Ne, si bordi zërejës, stafi i monitoron të licencuar dhe në rast se këta të licencuar nuk veprojnë konform licencës, po e ripërsëris edhe një herë, do i marrim masa konform legislacionit fuqi. Kështu, po du me ditë çfarë filtri kemi na si shtet nëse vllau i Luanit vendos me shit rrymën ma lirë se kesko e keci. A kemi filtra? Secili prej lemi që thash edhe po e ritheksa edhe një herë, secili që i plotson kriteret ligjore për më u licencuar, do të licencohet konform legislacionit fuqi. Shpjegojmë qytetarëve, kur do me ble rrymë në treg ndërkombëtar, në këtë rast vllau i Luan Talipit, a e qarkullon çat rrymë nëpërmjet kostit, ku është nipi pesë investimit edhe gruaja e Liborna Aliut? Është zyra koordinuese në Podgoricë, e cila bën shitjen përmes ankondeve të gjitha kapacitetet interkonektive për Shqipërinë, për Kosovën, për Maqedoninë, është një zyrë koordinuese në meseli në Podgoricë. Dhe ky proces bëhet në mënyrë transparente, secili prej jush mund të shikojnë edhe ka qasje në shitjen e këtyre kapaciteteve interkonektive që është në raport me 2-3. Po veç, a ka informacione të cilat nipi pesë investimit edhe gruaja e Liborna Aliut që janë kost që mund me aldhon kësaj kompanisë? Nuk është këto pyetje, se di pse po insistoni për këtë pyetje, nuk është këto pyetje për zërejnë. Zërejja edhe një herë po e ritheksoj. Kush do që do të veproj nuk do t'i respektoj rregullat në fuqi, zërejja do të marrë masat e duara në këtë proces. Kemi po raportimet medjave, po edhe në raportin e zyrës rregullatorit, është përmend se transporti i energjisë ka kushtuar Kosovës rreth 9 milion euro. Çfarë kompetenca ka kosti në këtë transport energjisë që neve na ka kushtuar 9 milion euro?
Ju e dini që ato kapacitete janë koste ka për obligim që këto kapacitete, siç e thash edhe një herë, po e ripërsëris me shit në përmes ankondeve, përmes tregut, përmes zyres koordinuese se CAO me selin në Podgoricë. Dhe bazë të ofertës kërkesës shiten dhe ato mjete kthehen te konsumatori. Ne e kemi sqaruar Po shumë është sinjal që diçka nuk ka shku mirë çu dohet. Ne këto kapacitete e kemi prezantuar edhe në raportin konsultativ në mënyrë transparente, janë të publikuar dhe këto ankonde janë publike. A është desht kosti me u kujdes që mos me lën manipulem në transportin e energjisë, me u kujdes që nuk ja japim kompetencën e kompanive me na çit haraç. Çka po nuk kupton ti më haraç. Po them edhe një herë, këto shiten përmes për transport për klasë. Po shiten përmes një zyre, përmes një procesi transparent. E njëjta gjë nuk shiten vetëm në pjesën e Kosovës. Këto linjat interkonektive shiten për dy shtete, ta zonë mes Kosovës dhe Malit Zi, mes Shqipërisë dhe Malit Zi, mes Kosovës dhe Maqedonisë, është përmes një platforme transparente që gjitha këto shtete kanë themelu një zyrë koordinuese për shitjen e këtyre kapaciteteve në mënyrë transparente për gjithë tregtarët tonë. Ju keni bashkëpunim edhe me rregullatorët në shtete të tjera, a kanë ngritur ata dyshime në viteve të fundit që diçka nuk është duke shku që dohet në çështjen e transportit? Po na thash edhe një herë, ligjërisht jemi monitorim përhershëm, kurdo që kemi indikacione që ka manipulim tregut, ne fillojmë masat. Aktualisht ne ka pas raste të zonë Ukraina, ka pas raste tjera ku kemi për obligim me e bashkëpunu si regulator, mirë po tani jemi, thash edhe një herë, kurdo që kemi një shkas ose një informat për manipulim tregut, fillojmë hetimet, mund mbyllen edhe hetimet në rast se s'ka, mirë po regulatori në gjithmonë është në monitorim të këtyre proceseve. Pra keni fillu hetimet apo këto? Hetimet që reale, ato secila palë mund të bën shkele ligjore, ZRE-a ka për obligim faktet mbesin atë, në rast se ka pas shkelje, ne do t'i evidentojmë dhe t'i marrim masa konform legislacionit fuqi. Tash, me vendimin për me i vendos biznes të mëdha në tregun e lirë të energjisë, pjesa tërmuese e bizneseve kanë thonë që kanë marrë ofertë prej Keskos dhe kanë qenë ofertat mbi 200% më të shtrenjta. A mujna me sfigu so pare kemi fitu kompania turke Kesko prej vendimit për me i vendos bizneset të mëdha në tregun e lirë të energjisë? Atë nuk është vetëm Kesko, ne thashë kemi tash aktualisht janë 21 litjesun. Në rast se një numër i konsumatorëve besoj që kanë një numër i madh, sipas informatave takimi që kemi pas, numri më i madh i konsumatorëve është Keku, deri me tani Keku është furnizuesi kryesor i këtyre konsumatorëve që kanë dalë në treg. Ajo ka dërguar edhe Keku ofertë? Një pjesë tyne tash veç se kanë filluar në shkrimin e kontratave, në takimin e sot që kishim, Keku është furnizuesi kryesor që kanë shkruar kontrata me këto biznese që kanë dalë në treg. Po du me dalë këto. Keci edhe Kesko janë bizneset të reguluara, që në kuptoj që ju e caktoni edhe sa kanë me pos fitimin, me që tash ata kanë me pos aktivitet të paregulluar, a i bie që mundën me fitu ma shumë edhe që ato para që ata i qarkullojnë në tregun e lirë nuk ju kthehen konsumatorëve. Po ajo është në treg të lirë, si çdo furnizues tjetër, besoj që edhe Kesko, edhe furnizues tjerë, ne kemi deri me tani sipas informatave, numri më i madh i konsumatorëve përsëris që kanë dalë në treg është duke furnizuar përmes Keku. A munden ata me ble rrymën me 30 euro në treg të lirë edhe me shit 260 e bizneset? Nëse ka mundësi me sqaru se është edhe ky dyshim i ngritur në opinionin publik. Ky dyshim është që sa kohë, meqense edhe të kalunën kemi pas, edhe ta zonë edhe ata kanë pas mundësi me furnizu edhe trepçen, edhe sharcemin, edhe feroniklin. Mirë po asnjërin prej këtyre deri me tani Kesko si furnizues tregu nuk i ka marrë këta konsumatorë. Në periudhë caktuar i ka marrë, mirë po furnizues tjerë, meqense kanë qenë konkurrent më të mëdhenj se Kesko, i kanë marrë se kanë furnizuar me çmime më të lira. Dhe konsumatori ka drejt me zgjedh furnizuesin më të lirë të mundshëm. Drejt. Edhe shpresojmë që edhe në këtë rast furnizuesit tonë nuk do ta përzgjedhin Keskon nëse ajo është shumë e lartë se çmimi i tregut, po do të përzgjedhin ndonjërin prej këtyre furnizuesve që janë të licencuar. E kemi përmendur edhe më herët se ne kemi nënshkruar memorandum mirë kuptimi edhe me rregullatorin e Maqedonisë, edhe të Shqipërisë, dhe cili do prej këtyre furnizuesve që janë të licencuar në këto shtete, në rast se gjojnë energji më të lirë se Kesko që i ofron, këta konsumatorë kanë të drejtë me lidh kontratë me këta furnizues. E kemi shembullin e naftës ku janë caktuar çmimet tavan. Pse në energji nuk caktohen çmimet tavan apo marzha e fitimit?
Legjislacioni ka parapo mi mbroj dy kategori, siç e përmenda konsumator shtëpiak dhe konsumatorët e biznesorët vegjël. Ndërsa kategori tjera konsiderohet që kanë mundësi dhe kanë kapacitete njerëzore me negociu çmime tregut. Këto bizneset që do të detyrohen me dalë në treg, ligji ka parapo se kanë kapacitete njerëzore dhe kanë kapacitete, si me thonë, humane edhe përvojë mjaftueshme që me negociu çmimet favorshme për furnizim me energji elektrike, siç furnizohen me produkte tjera të nevojshme që këto biznese duhet të furnizohen në tregjet e liberalizuara. Keku e ka për obligim që energjinë të cilën e prodhon me allon Keskos që me i furnizu shtëpit për energjinë universale. A keni kapacitete me mbikëqyrë që nuk mundet me ndodhë një manipulim që energjia elektrike e morë nga Keku me i ushit bizneset në tregun e lirë? Kjo energji matet në radhë parë në njësor të Kekut, hyn në transmision, gjithashtu kemi matje çdo 15 minuta, edhe në daljet e transmisionit, hyrjen e distribucionit, dhe kjo energji është e matne, kosti ka për obligim 24 orë, është skada i cili monitoron këtë sasi të energjisë. Keskos ka të drejtë me nominu më shumë energji se që i nevojitet për konsumator shtëpiak. Dhe një prej arsyeve që tash neve që kemi heqë rreth 530 giga, këto 530 giga që deri me tani e ka pas drejt me marë prej Kekut, që nga një qeshori Kesko nuk ka të drejt me ble nga Keku. Komplet këtë sasi të energjisë për furnizimin e tyre konsumatorëve që të jenë në treg, Kesko, si çdo furnizues tjetër, në mënyrë të barabartë duhet ta gjejë këtë energjinë në treg, mirë po asnjëherë nuk ka të drejtë me e marrë nga ana e Kekut. As më tepër, ju e dini që sipas legjislacionit fuqi, edhe Keku, me qenë se është edhe furnizues dhe gjenerim, ai s'ka të drejtë sasinë vet me ble direkt, po ai duhet të shkojë përmes bursës, e cila është e themeluar, bursës Alpex, komplet të pricat e energjisë elektrike, të cilat nuk i merr Kesko për furnizimin e konsumator nevojë. Keku ka për obligim që përmes bursës mi shit ato të prica dhe kek furnizimi duhet të shkojë me blejat energji përmes procedurave transparente. Nëse mundi me sqaru edhe një herë se Ministrja e Ekonomisë Arton Rizanolli në konferencë tha që Keku nuk ka drejt me ushit direkt bizneseve rrymën të cilën e prodhon vetë. Është vërtet se duhet me pas licencë për me pas mundësi me i furnizu bizneset. Keku e ka një licencë, po nuk ka drejt kek gjenerimi me ushit energjinë direkt bizneseve, mirë po kek gjenerimi e qet këtë sasi të energjisë në Alpex, dhe kek furnizimi ka drejt me blejat energjisë përmes çmimeve konkurruese. Realisht, kek furnizimi duhet me konkuru me furnizues të tjerë për energjinë e vet. Pra, kjo përbjen që Keku duhet me shku në Alpex me ble energjinë të cilën e prodhon vetë për me mund me ushit biznesin. Ligjërisht ashtu, kapacitetet të pric, gjenerimi është i ndan me licencë prej furnizimit dhe atë energji të pric që cilën nuk ja dedikon për konsumatorët shtëpiak, e ka për obligim ja ofru në mënyrë të barabartë gjithë furnizuesve. Këtë rast edhe kek furnizimi është i barabartë me gjithë furnizues tjerë, si Kesko, si 19-21 furnizues, këtë kapacitet të pric të Kekut kanë të drejtë sipas legjislacionit fuqi me marr kush ofron çmimin më të madh. Edhe për këtë arsye është parapo që kjo energji në mënyrë transparente më shit përmes bursës Alpex, në mënyrë që gjithë furnizues, ai që ofron çmim më të favorshëm, me marr atë sasi të energjisë nga ana e Kekut. Kjo do të thonë që shpresa e bizneseve që mund të marr energjinë e tepër të Kekut nuk është reale, për shkak se duhet me dalë në treg të lirë me u ble më shtrejt që me mund të u dërgu bizneseve. Më shtrejt po jo me ble me çmim tregut. Do të thonë ajo është çaj produkt, çaj energji, Keku e ka për obligim ligjor që atë energji cilën e ka me e shit me çmimin e tregut. Do të thonë çmimi më të shtrenjtë për shkak se çmimi i tregut zakonisht është shumë më i shtrenjtë se çmimi me të cilën Keku ja shet Keskos energjinë elektrike, prandaj. Po dhe po është ky çmimi i tregut. Mendoj që aktualisht Keku është duke shit me nën kosto ose nën çmimin e tregut konsumatorëve kategorive që janë, siç e përmenda, konsumatorët shtëpiak dhe jo shtëpiak. Mirë, po pjesën tjetër ata s'kan të drejtë me shit nën çmimin e tregut. Ata duhet me shit me çmimin e tregut. Për më kthy te vendimi për me dalë në tregun e lirë të energjisë, zotëri Fezullahu, ju keni bërë në kaluarën studime dhe analiza, edhe keni konstatuar që nuk ka konkurrencë mjaftueshme për me liberalizu tregun e energjisë. Çka ka ndryshuar tash, apo vjen vendimi edhe për faktin se ka rritje të kërkesës për energji?
Me fatkeqësisht kemi pas nga 2017 deri 2021 kemi pas rritje të kërkesës për energjisë për shkak të largimit të blok tarifes, mirë po që nga viti 2021 kemi pas stabilizim të kërkesës për energji elektrike, po është e arsyeshme me qenë se për çdo vit do të ketë një rritje të kërkesës për energji elektrike. Ky detyrim ka qenë pothuajse që nga viti 2016, jo vetëm për Kosovën, po komplet shtetet e regionit. Është detyrim që institucionet e Kosovës kanë marrë në raport obligim në raport me institucionet Po, a e mund BE-s. me thonë që ka konkurrencë të mjaftueshme në tregun e energjisë? Po, likuiditet gjithmonë ka hapësinë, edhe në Gjermani ka nevojë për rritje të likuiditetit. Mirë po, gjitha shtetet e kanë filluar këtë proces po ashtu qysh ka filluar Kosova, edhe Maqedonia, edhe Shqipëria, edhe Malizia, edhe Serbia, në fazën fillestare nuk ka konkurrencë të dëshirueshme që të dëshironim na. Po, veç na kemi ne konsiderojmë që për momentin kemi afërsisht, jemi të fundit që kemi filluar këtë proces, dhe të njëjtën proces e kanë pas edhe Maqedonia, edhe Shqipëria, edhe Serbia, dhe këtë rast konkurenca është e mjaftueshme në mënyrë që në rast se po i sigurojmë edhe bizneset edhe palë tjera, në rast se ndonjëherë prej këtyre furnizuesve do ta përdor pozitën dominuese dhe përdorimi i pozitës dominuese është vepër penale, ne do të informojmë edhe organet tjera në rast se ndonjëherë prej këtyre furnizuesve tenton me përdor pozitën dominuese. Cilat janë organet tjera? Rast se ka prej tyne, ma fillojnë hetime nga ana zores, ka mundësi në rast se këta e përdorin pozitën dominuese, janë mund të nisin hetime edhe nga institucionet e drejtësisë. Në rast se konsiderohet që për të kesh përdorimi i pozitës dominuese ose është vepër që është në kundërshtim me ligjin dhe organet gjetse mund ta fillojnë rast se kemi dëshmi që ndonjëherë prej këtyne të licencuarve është duke përdor Qysh me besu se autoriteti i konkurrencës për shumë vite nuk ka arrit me kryer një hetim të suksesshëm për edhe me i denu bizneset. So janë këto pritje reale. Ne do t'i besojmë institucioneve tona. Ne si Zorej, thash edhe një herë, e kemi dëshmuar që jemi në mbështetje të gjithë konsumatorëve dhe mbrojtje të gjithë konsumatorëve, secili prej furnizuesve tonë që nuk operon konform legislacionit fuqi, ne do të marrim masa konform legislacionit fuqi. Të përmendet që ka pas rritje të kërkesës për energji elektrike, a mundet rritja e kërkesës me u fateru edhe vendimit të qeverisë që me nda klima e pompa termike edhe në përfshatra malore në cilat nuk kemi të po motiv në përgjoqe? Ne kemi thonë edhe më herët, subvencionimi i pajisjeve eficiente ka pas efekt direkt të këta konsumatorë që i kanë zavendësuar këto pajisje, me qenë se shumica prej këtyre konsumatorëve e kanë zavendësuar kaldojnë me një, se me thonë, pompë termike ose me klima eficiente. Dhe ky ka qenë të ata konsumatorë që kanë bërë ndrimin e këtyre pajisjeve, ndikimi ka qenë direkt. Mirë po e kemi ritheksuar edhe në intervistat e kaluara që një pjesë e konsumatorëve me qenë se kanë pa që çmimi i energjisë nuk ka qenë aq i lartë saqë kanë kaluar pej landeve drusore në ndemen në ngrohjen e hapësirave shtëpiake me energji elektrike. A mundi me thonë tash që prodhuesit në vend kanë me pagu faturën e një politike të pamenduar në mirë? Unë nuk e thash që kemi pas për shkak kësaj. Ky trend ka qenë edhe më herët, edhe para subvencionimit të Po veç rrit, ka shumë trendi për shkak të qëtimit. Trendi është rrit për shkak të heqjes së blok tarifes. Ne kemi pas edhe një herë po e ritheksoj, nga viti 2017 kur është hek blok tarifa, konsumatorë shtëpiak kemi pas rreth 10% mesatarisht në 4 vite 2017-2021 mesatarisht kanë qenë rreth 10% rritja e kërkesës. Nga viti 2021 kur e kemi kthy blok tarifen, kemi pas një trend rritje rreth më pak se 3%. Që është stabilizu kërkesa. Po veç nuk kemi pas probleme me energji elektrike që kemi pas në dimrin e kalun. Për shembull Ferizaj ka shumë probleme me energji elektrike në kohë të dimrit. Ne kemi gjithashtu kemi potencuar edhe në intervista tjera që Ferizaj, Prishtina, Fush Kosova edhe Malisheva kanë qenë zonat ku kemi pas rritje të kërkesës edhe ne
ta zonë në Ferizaj ka qenë investimi i trafos së tretë në distritin e Ferizajt për shkak rritjes konsumit. Kryesisht ky konsum ka qenë një prej shkaktarëve ju e përmendet edhe në zonat rurale kemi pas zhvendosje ta zonë të ngrohjes prej energjisë prej lëndave vlerësore me energji elektrike, mirë po këtë trend e kemi pas pamundur me ndal. Dhe edhe një imigrim prej zonave rurale në zonat urbane ka ndikuar që konsumi i energjisë elektrike të rritet në disa zona, e në veçanti në Ferizaj, Fushkosovë dhe Prishtinë. Tash kisha dëshirë me diskutu disa terma pak më teknike. Kur është bë premja se sa punëtori kanë bizneset që me i vendos ata në tregun e lirë të energjisë. A kthyrën punëtor të këtij viti, atë viti 2024, çush përcaktohet që kjo? Viti fiskal, u shkon viti fiskal 2024. E çush është bë premja te 50 punëtor? Kush ka do që ka pas brenda vitit fiskal 50 punëtor, ka kalu mbi 50 punëtor ka kalu në treg. Kush do që ka pas më pak se 50 punëtor ka qëndruar në treg. Kush do që ka pas më shumë se 50 milion ka kalu në treg. Kush do që ka pas më pak se 50 punëtor ka nejt me çmimet të shërbimit universal. Po, a është desht një herë mi pas brenda vitit 50 punëtor apo gjatë vitit? Vitit Se i kemi për shembull bizneset të cilat në kohën e sezonit së verës mund të pas një numër shumë të madh të punëtorëve, po në shtator bjen ai numër. Po viti fiskal besoj që ata financierët e dinë që në ligj parashet që thot viti fiskal. Viti fiskal është prej 1 janar deri me 31 dhjetor. Do thot ata që kanë pas është brenda vitit fiskal, ku thot brenda vitit fiskal. Viti fiskal është 1 janar 31 dhjetor. A është shkelje të drejtave nëse kërkohet bizneseve që mbi numrin e punëtorëve të një viti paraprak me dal në tregun e lirë? Ligji parashet ashtu, thot viti fiskal. Viti fiskal ka qenë ne kemi marrë për bazë vitin e kaluar, meqense se viti fiskal do të dalin edhe vitin e ardhshëm nëse ndonjëri prej këtyre bizneseve të kalon këtë kriter do të del prapë treg. Po veç e dim që vitin e kaluar ka pas edhe një punësim që është subvencionuar prej qeverisë edhe dikush ka mund të më apo sherrin një subvencione që ka marrë prej qeverisë edhe tash të më dal në tregun e lirë. Po tash ky është kriter ligjor, thash edhe një herë këto janë kriteret përcaktuar në licitacionin primar. Tash në Kosovë ekzistojnë edhe dy ligje të tjera, është ligji i punës edhe ligji për detyrimet. Biznesi ka drejt që punëtorit me i thonë del edhe ofro ma punën si shërbim. A keni menduar se sa njerëz tash mund me hub kontratat e rregullta dhe mi marr ato si shërbime? Tash edhe një herë kriteret janë përcaktuar në ligj. Ne kemi bazuar në licitacionin primar ku thotë që vitin fiskal dhe viti fiskal kushdo që prej këtyre bizneseve ka plotësuar këto kritere për me dalë treg ZRE në bazë të listës së dërguar nga ana e ATK-s i ka detyruar bizneset me dalë treg. A janë parapo që to rreziqe që mund me ndryshu struktura e punësimit, për shembull kompanitë taksive kanë punëtorë dhe i marrin me shërbime? Është njëri nga shembujt. A janë parapo? Do ishin parapo, ndoshta kjo është diskutim që do të bëhet në gjatë procesit të aprovimeve të ligjeve, nuk është, si më thon, kompetencë ZRE-s. Këto gjatë hartimit ligjeve besoj që po në shumicën e shteteve ka qenë e njëjtë. Ta zonë edhe këto në Bashkimin Evropian, këto janë kritere që janë përcaktuar në direktivë. Ju e dini që direktivat lën legjislacion për shtetet anëtare të BE-s. Edhe ne si më thon, si shtete që synojmë me adheru ose me integru në Bashkimin Evropian, e kemi për obligim minimalisht me synu me implementu këto direktiva. Dhe rrjedhimisht Kosova si një prej shteteve që synon me integru në Bashkimin Evropian, ka për obligim që këto direktiva me i transpozu në legislacionin primar dhe konform këtyre direktivave këto kritere janë, me thonë, copy-paste në legislacionin primar të Kosovës. Po shkak se tash një kompani e madhe mundet me nda në dy kompani më të vogla që me i pas më pak se 50 punëtor veç me ik tregu të lirë të energjisë. Po nëse është kompani ndryshme, po ligji thot një kompani që dhe ati ka këtu i plotson këto dy kritere, në këtë rast ai mund me pas 2-3 filiale, merren parasysh gjitha. Rase, si me thonë, biznesen tentojnë me i këti kriteri, ju e dini që këto kriteri do të shkojnë, si me thonë, do të shvërsohen në vitin vazhdim, si pas draft ligjeve që kemi pas fuqi, edhe si pas praktikave të vendeve evropiane. Edhe kë i çmim nën çmimin e tregut të kekut nuk do të vazhdoj pafundësisht. Edhe çmimi i kekut në një tarë metafër do të jetë çmimi i tregut dhe nuk do të ketë nevojë që konsumatorët ose bizneset tona me qëndruan me tarifa rregulluese, me qenë se ata kanë mundësi me gjetë çmime të tregut edhe të furnizues tjerë.
Ligji ka parapa që ata që janë, qysh me thonë, kanë këtë farë barë me mundësi me përballu më shumë, edhe në direktiv, edhe në licencion primar është parapa që kompanitë e mëdha që kanë kapacitete më të mëdha si financiare, si njerëzore me dalë të partë, me dalë të treg. Sot e kemi një shembull të mirë që Shartsemi operon pa asnjë problem në raport me, si me thonë, kompanitë si motra, konkurruese që mund të jenë edhe në shtetet e regionit me çmime tregut, me qenë se edhe shtetet tjera në region ku ne i eksportojmë produktet tona, shumica, për mësë me thonë, gjitha i nemi të fundit që kemi imponu këtyre konsumatorëve me dalë treg. I kemi po prodhuesi që kanë protestu dhe kanë paralajmëruar që kanë me pas përsëri protesta në rast se nuk mirret një vendim përshtyrie ose më ndihmu diçka qeveria, a ka me vazhdu vendimi si i tillë edhe me u përballë edhe përsëri me protestat e tyre. Ne edhe gjatë përcaktimit tarifave e kemi përshkruar edhe në raportin konsultativ, bordi zërres ka marrë vendim dhe ky vendim është në fuqi. Dhe ky vendim do të hynë në fuqi tani me një qershor. Zërreja do të jetë këtu në rast se ndonjë prej furnizuesve do të kesh përdorur pozitën dominuese, edhe me i përkrah bizneseve konform detyrave që i ka si institucion. Mirë po, kjo ka qenë maksimumi që ne si Zërrej, po e ritheksojmë edhe një herë, e kemi shtyr që 3 vitet e fundit në mënyrë që bizneset të përgatiten për këtë proces, edhe përmes, thash që ishe përmena, edhe përmes mundësisë se krijimit të një licitacioni i cili i mundëson siç ka qenë rregulla për konsumator, ku i mundësohet bizneset mëdha me instalu panele solare në mënyrë që ta ulin faturën e energjisë elektrike në vitet në vazhdim. Unë i lus bizneset, edhe ato që nuk kanë dalë në treg, që të përgatiten mirë sepse ky proces do të jetë i vazhdueshëm edhe në vitin e ardhshëm, edhe në vite tjera, me qenë se është detyrimi i Kosovës në raport me institucionet e BE-s. E kemi shembullin e Maqedonisë që shumica e bizneseve janë treg, e njëjta është edhe në Shqipëri, po edhe në Maltëzi. Sipas direktivës Bashkimit Evropian, në një me të ardhmen të gjithë konsumatorët, edhe shtëpiak, edhe jo shtëpiak, duhet dalin të blejnë energji në treg, të lirë. Rregullatori do të vazhdoj me përcaktu vetëm tarifat e transmisionit dhe distribucionit. Çka do të thotë kjo? Vetëm tarifat për bartjen e asaj energjie, tarifat e rrjetit të OST-s dhe tarifat e rrjetit të OSSH-s. Ndërsa gjenerimi edhe furnizimi sipas direktivave janë çmimet që përcaktohen nga oferta dhe kërkesa dhe duhet të përcaktohen, ky çmim duhet të përcaktohet nga çmimet e tregut ose nga parimet e tregut. I mirë kuptoj këto biznes që është një fazë e vështirë, mirë po i kisha lutë që ato bëjnë përpjekje maksimale, gjejnë kontrata të favorshme, e sidomos në këtë periudhën e verës, kur çmimet janë shumë të ulta se në periudhën e dimrit, fillojnë të përgatiten për sezonin e dimrit, po në njëjtën kohë edhe këto biznese që si kanë plotësuar kriteret, fillojnë të përgatiten se në një me të ardhmen edhe për këto biznese do të ketë, si më thonë, nevojë për me dalë në treg, e aq më tepër çmimet e energjisë elektrike shihet që nuk do të ketë çmime siç kanë qenë para 10 viteve ose para krizës së energjisë në vitin 2021. Zoti Feyzullov, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, po shpresojmë që edhe këtë sfidë do të kalojmë bashkërisht. Ne kaq kishim për sonte, e shihemi në emisionet e radhës.